Nderuar miq, jemi rikthyer për pjesën e fundit të emisionit, siç e anonçova dhe në fillim të emisionit, por e keni ndjekur dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Un kam ftuar për një bisedë tek e tek zotin Ilir Goci, i cili është kryetari i shoqatës pensionistëve Thinjat. Ai së bashku me bashkëpunëtorët e tij me shoqatën në këtë rast, por sigurisht duke i njohur domenin kryesor zotit Goci, ka dërguar në gjykatën kushtetuese një shfuqizimin e një ligji që ai do të na sqaroj me pak fjalë dhe kuptueshëm për të gjithë audiencën tonë, që nuk janë vetëm pensionistët sigurisht, por që ka interes gjerë, sepse gjykata kushtetuese ka bërë një hap përpara dhe ka pranuar atë. Zoti Goci, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua sot. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Do të na sqarosh fillimisht se ku konsiston e gjithë lëvizja juaj? Ne si shoqat jemi krijuar në dhjetor të 2024 me vendimin 74/72 të gjykatës së faktit Tiranë. Ai fakt lindi si domosdoshmëri, ishte një grup shokësh të gjithë specialistë në fushën e vet, edhe specialistë sigurimeve shoqërore natyrisht, ku kam punuar dhe unë për 3 vjet e gjys, 4 vjet. Kam ndërtuar degën e Tiranës. Edhe ky ligj 725 i cili u miratu në janar të 2025-s, ka ligji 7 fraksion 2025. Ne s'kishim kohë në fakt, se ligjet zakonisht kur bën ndryshim i ligjësh, thirriten grupe interesi, diskutohen. Kështu duhet ndodh. Po, normalisht. Mund të kenë qenë aty, unë nuk di çfarë të them, por kur doli pastaj mua iniciativë për ta ankemuar, sepse Pse morën iniciativën për ta ankemuar? Sepse së pari duhet baza ligjore. Baza ligjore është Kushtetuta e Shqipërisë, është Konventa Europiane e të Drejtave të Njerëzit dhe ligji 85/77 mbi organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Sa legjitimi ishim ne në këtë iniciativë? Po. Shoqata Thinjat e ka të përcaktuar në statutë dhe në akt themelimi që përfaqëson dhe mbron interesat e pensionistëve. Kjo është pika e parë. E dyta pastaj, në 134 e Kushtetutës thotë që organizatat jo qeveritare kanë të drejtë të ankemohen në gjykatën kushtetuese. Në këtë rast shoqata juaj, që legjitimoheni, por që mos ketë interesat të drejtë për drejta. Tazem Iliri apo një nga ato funksionarët, një nga ato anëtarët e shoqatës. Ne asnjëri s'kemi interesat të drejtë, vërtet sepse të gjithë jemi pensionistë, e kemi mbyllur atë cikël. E kuptoj. Ç'o ndodh? Ligji 725 është një ligj antikushtetues për ne, sepse bazuar në ligjet e kohës, duke filluar nga Kushtetuta e 1946-s, Kushtetuta e 1976-s, ndryshime që bën natyrisht, e 1981 e ka të përcaktuar të gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit. Këtu që në këtë rast sipas nesh, njerëzit nuk janë barabartë para ligjit. Pse? Sepse kodi i punës së asaj kohe parashikonte që deri në moshën 14 vjeç të miturit, deri në këtë moshë, nuk kanë zotësi për të vepruar. 14 vjeç e lartë për kooperativat buqësore, thot tekstualisht kodi i punës, megjithatë, mbi 14 vjeç mund të futen në kooperativë, kanë zotësi të kufizuar, mund të futen në kooperativë, natyrisht me përgjegjësin ligjor që është prindi, po themi, dhe të ardhurat nga puna atyre të administrojë lirshëm vetë dhe të depozojnë në depozitet e kursive dhe të zotëroj pa vetë lirshëm. Po. Pra çka? Se këtu ka dhe diçka interesante, do të shkojmë në kohë. Edhe në atë kohë, edhe vendimet e Këshillit të Ministrave, dilte vendim në fund fare thotë u rekomandohet të ketë kooperativë bujqësore. Por rekomandimi ishte absolutisht i detyrueshëm. Edhe në këtë rast futja në kooperativë ishte e detyrueshme. A dhe mos dil në atë kohë. Të vitet e shtëpia, tregtiste ti kishe me merrte me detyrim. Se fatmirësisht unë kam punuar 5 vjet marrëcisë krujës, kooperativë, kam qenë revizor aty. Vitet aty të thotë
pse se nxjerr më i lirë djalin në punë, s'të pëlqen korporativa aty. Ne kemi nevojë për forca pune. Prosperiteti korporativës nuk të intereson ti, por vajza thotë, "Ore, pse se nxjerr vajzën ti?" Po me mbartje zakoneve për panike. Me beslitime fetare, se Po, këto muhabetet, po. Si ka qenë ato teoritë idiote të asaj kohe, të jemi sinqert për këtë. Kjo është e para. E dyta pastaj dalim te mosha 15 vjeç. Edhe kjo është e përcaktuar në kodin e punës, në moshën 15 vjeç mund të punosh në ndërmarrje shtetërore dhe institucione shtetërore. Dhe atëherë ka pas edhe një specifikim që ato që janë 15 vjeç, mbi 15 vjeç, pa shkuar 18 akoma, punojnë 6 orë, 2 orë subvencionohen nga shteti dhe nuk punon tunë 2 detorit të tretë. Ndalim te ligji tash. Çfarë thot ligji? Ligji sipas ky ligj 725 neni 3 thotë tekstualisht kështu. Pika A paragrafi parë thotë por njohjen e periudhave të sigurimit për efekt pensioni njihet nga mosha 18 vjeç e lartë. Por në situacionet e ndërmarrjes shtetërore, për korporativat bujqësore po 18 vjeç me të njëjtin arsyetim dhe për NB-t me të njëjtin arsyetim. Pra, periudha sigurimi deri 18 vjeç e lartë. Ky ligj në fakt po ta shohësh si nismë ka pas një pozitivitet, po pavarësisht se janë synuar të tjerë. Cila ka qenë ana pozitive e këtij ligji? Ka qenë ajo, edhe nga përvoja flas me atë arkiv që kemi patur ne, të zgaravitur, të korrigjuar, të grisura fletë, të humbura fare, të djegura, Shqipëria ka libra periudha të vështira dhe çdo pensionist do shkote në gjyq. Këta kanë reduktuar këtë pjesë, ana pozitive. Ana negative dhe këtu më lejoni të them që një mendim tim personal, ky nuk është ligj antikushtetues, për mua është ligj kriminal. Kriminal? Kriminal është për mua. Çdo më thon kriminal. Kriminal është që ta nxjerrësh vajzën 14 vjeç, ti heq 4 vite punë, është të tmerrshme fare. Shiko, në atë kohë, edhe sikur të vriste një njeri, i mitur nuk dënohesh, e do shkote për edukim. Po. Ty ta nxjerr në punë. I jep belin, shatin, kazmën për shku prashit, për tap kanale, për zhvesh misër, drapin për të korruar dhe ndonjë privilegjuar shkote në stallë për të pastruar stallat, në i vajzë privilegjuar. E ti nuk ja heq, ti ja heq këtë vjetërsi pune. E përmend më thash parë që pra ky është thelbi. Ky është thelbi. Nuk mund të hesh. Çka thon gjykata kushtetuese zoti Goci tani? Domethënë që ka. Jo, fal, ai ka drejt kontributa ulon. Po. Por disa ka drejt kontributa, për çaj ka drejt kontributa për pension. Unë duke punuar në financën e kooperativës, çdo muaj kur çoshim çekun, do ishte shoqëruar me urdhëgjërim në favor të arkave të kursimit për kontributat e derdhura nga këto. Si mund të heqësh? Sjellë një përvojë nga praktika ime. Isha në sigurisht që drejtor praktikisht thashë dhe më vjen një shkrimtar goxha me emër. I rëndësishëm. Goxha me emër të mirë dhe poezitë të jetë më rëndësishme, unë isha pak tifoz i tij. Ja lexoja poezitë dhe më vjen një pritje ndryshe nga tjerë sepse ishte me kafe, me muhabete, me këto gjëra. Ai kishte 40 e sa vite punë, 42, nuk e kujtoj, por në atë kohë pensioni lidhej kështu, duheshin për të marrë pension të plot, duheshin 35 vite dhe në 10 vitet e fundit duhet të gjeshe 3 vite radhazi me pagën më të lartë. S'kishte rëndësi, kishte 36, 37, 40, 45. Ne ja bëm pensionin në rregull, tu bëm muhabete, ja 2 vite po 3 vite nuk i gjete, mi thash, s'ka nuk prish punë. S'prish të punë realisht. I dua tha. Mirë, po nuk të prish punë absolutisht si punë, se është një periudhë e kaluar pak rrecën në rrugë, nuk është këtë ditë i fundet e ore dua thotë është djersa ime. Ai kërkonte vetëm ti shitë në letër që ka punuar ka drejt këndë bute. Po këtyre që ja heq 4 vite shumë interesante. Po shiko, këtu ka një diçka. Ky është shkakton dëm të menjëhershëm dhe është dëm i pariparueshëm. Çka kemi kërkuar nga gjykata ne? Po këtu doja dilja dhe ç'prisni domethënë, çfarë prisni ju në këtë rast? Nga gjykata kemi kërkuar së pari, domethënë pranimin e kërkesës e cila është realizuar, është pranuar kërkesa. Po, është realizuar. Kjo është shumë pozitive. Absolutisht po.
Absolutisht. Shfuqizimin e nenit numër 3, Germa A, paragrafi parë që bën fjalë për ndërmarrje shtetërore dhe ato institucione shtetërore. Neni 4 që bën fjalë për kooperativa bujqësore, pa të njëjtën mos fillojnë nga mos startojnë nga 18 të startojnë te 14. 2 kemi kërkuar po kështu për pjesën e NB-ve, se këto pjesën e NB-ve edhe pastaj çfarë shkon gjykata pika 4 çfarë shkon gjykata të arsyeshme. Po patjetër. Kjo është që nuk kjo është Zoti Goci, mendoni ju që do keni një vendimare drejt nga gjykata kushtetuese, si e shikoni, duke pas parasysh që ata e kanë pranuar pra dalin seancën paraprake? Të gjykoj gjykata kushtetuese nuk më duket ashtu tash. Zoti Kalaj, por unë mendoj nëse në gjykat ka njerëz të cilët i hyjnë tamam me themel dhe arsyetojnë, do të japën një përgjigje pozitive. Duhet zbatojnë ligjin. Duhet zbatojnë ligjin, se në rastin më të keq nuk e pranoj, e rrëzoj kërkesën tonë. Po të çfarë do bëjmë do ta përkthejmë në anglisht, do ta çojmë në Strasburg. Pra ju po thoni që mund ta çonin në Strasburg. Po nëse merrni rezultat negativ nga gjykata. Do ta çojmë, kemi hyrë kësaj pune. Do të bëj një pyetje personale, me që jemi te kjo. Domethënë moshatarët e juaj faktikisht luajnë domino, pa dash me thyej asnjëri. Po. Kupto drejt. Juve ndërmerrni hapa të tillë për me godit gjykatën kushtetuese një ligj, pa paragjykim moshe etj. Si e shikoni këtë, domethënë raportin me veten tuaj këtë rast, që po bëni betejë kushtetuese, nuk është pak, që të shfuqizoni ligj, është një gjë që nuk e bëjnë këto, domethënë se s'du t'i hyja e bën opozita apo e bën një tjetër që me ato që e kanë për detyrë me bë. Po flasim për këtë që keni ndërmarrë ju. Jo, mirë, e puna që na kujtove opozitën edhe pozitën. Shikoj, gjithë ato deputetë që janë në Kuvendin Popullor, kanë marrë votat nga populli për t'i përfaqësuar për të bërë ligje që shërben shtetit, edhe individit, edhe shoqërisë. Në këtë rast, edhe kur merrtohet një ligj i dashur Zoti Kalaja, kur merrtohet një ligj, shifet edhe fair balance. Patjetër. Pra, fair balance është do të interesi i individit me interesin e në raport me interesin e përgjithshëm. Kjo është prish. Është prish. Me kanë mënjanu. Të dalë kjo te ajo që tha ti. Për të ardhur keq, është por hir vërtetës, për të ardhur shumë keq. Mosha jonë, domethënë duhet ta jetoj atë pjesë të mbetur, ta jetoj me dinjitet, edhe të jetë një. Jo se ndalon pensionistët marrin një kompensata, vënë poshtë, luajnë domino, luajnë tavull, të luajnë shah. Absolutisht është ndërlidhje e tyre. Por unë mendoj se çuarja atje tregon që nuk kanë s'kan të radhë të mjaftueshme për të shkuar me ditë në kafe. Pastaj s'ka ambiente sociale që çdo bashki duhet të ngrenë ambiente sociale. Kjo është një fazë tjetër, do punim, inshallah kemi. Atëherë kjo është pyetja radhës faktikisht. Duke qenë se jeni kryetari i shoqatës Stinjat edhe është emër fisnik, me të thënë drejtën, ju përgëzoj, domethënë nuk e di kush e ka pas idenë. Kjo ka qenë ide një miku tim edhe ku ma tha Stinjat kam përqyrë jashtë mase. Se Stinjat janë përgjithësi, janë urtësi, janë dhimbje, lodhje, ka shumë janë shumë interesante. Është emër shumë i godit, domethënë, edhe uroj shumë me gjithë zemër që ju ta fitoni këtë çështje gjykatës kushtetuese, për me tregu që edhe pensionisti në këtë rast mund të jetë aktiv dhe mund të bëjë gjëra të tilla për në dobi të vetes vet në këtë rast, po edhe të gjithë shoqërisë, sepse ju thatë rolin e deputetit që është aty për me marrë rrogën si ligjvënës që të bëj ligje në dobi të shoqërisë. Por jo me u hap juve punë që ju të shkoni në gjykatë kushtetuese, se këtu futemi në rreth vicioz pastaj. Pra, ke koment për këtë se duhet bëj pyetje tjetër? Jo, kishe diçka? Jo, të shate më të deputetët, deputetët, po mirë për opozita, që ka për detyrë, kështu pozita, po dhe opozita. Vetëm një amendament ka paraqit në seancë plenare Arion Braçe. Edhe ai vuni mosha 16 vjeç. Ja, ka argumentuar këtë punë. 14, 15, kur ka filluar? Pra ju jeni për 14? Për 14 pse që ka pas ligje, kanë dhënë kontribute zotni Kalaja. Kanë dhënë kontribute, duan dersën e vet, asgjë më tepër. Patjetër, pra s'po kërkoni asgjë që doni atë që ju takon. Pyetja është, me që jemi dhe përfaqësoni këtë shoqat, cilat janë problematikat
e moshës në këtë rast, pensionistëve, pra po ta themi. Në ç'kuptim më pyet? Problematikat e kanë fjalën edhe për përditshmërinë e tyre. Domethënë ne e kuptojmë që duke dalë në pension sigurisht që shtohen edhe ca smundje, të themi. Pra te çështja e ilaçeve, te çështjet e shërbimit shëndetësor, se kjo është kryesore, jeta është kryesore, pastaj këto të tjerat janë histori. Finalja këtu të çon, se me ato pensione që marrin, me ato pensione që marrin shqiptarët, është e udhimshme për hir të vërtetës. Ku futem edhe unë. Po patjetër më futen edhe prindrit e mi, futen njerëz të tjerë. Një material i bankës botërore, unë e kam lexuar që man analizë vendet të cilat të ardhurët e pensionistëve janë tulta. Në këto vende futesh edhe Shqipëria. Edhe nxorri ato pozime dhe në ndërmjet të tjerë unë veçova 2 nga materiali i bankës botërore. Duhet të bëjë një reformë për pensionistët, reforma pensioneve. Absolutisht më shote opozit. Dhe e dyta, nëse nuk arrihet, shteti është i detyruar të gjejë element shtesë vetëm që pensionistëve të sigurohen të ardhurat. Çfarë këto element shtesë për shembull? Po vjen tata e buxhetit, di pak këtu, pak atje, ka një element shtesë. Po jo, pallovritësh në reformë në pensione. Pallovritësh që në ku të buzët jetë një përfitues të jetë 1.5 e 1.6 kontribues. Kjo është politikat e pensionit. Ju shikonin në Shqipëri këtë? Jo, kjo është, nuk e them shumë saktë, kjo është një përfitues me një e shumë pak kontribues. Çfarë ka problem tjetër pastaj? Normal. Ka hyrë një term bonus. Termi bonus është term fyes. Pse? Po është fyes, ne s'kemi nevojë për lëmosh. Se që këj bonus, pensionistët nuk janë në kazino për jebë jackpot aty, apo hynë në një supermarket edhe të thotë merri kupon. Duhen politika. Edhe bonusi, ka shpërnda bonusi 100 milion për vitin 2026 Shqipëria sot. 100 milion euro. I herë së pari, për ne dhe për mua personalisht, 100 milion euro, pse ç'është euro? Pse do operoj qeveria në kushtetuta kapsatuar, moneda shqiptare është leku shqiptar. Po 100 milion euro, se euro është 96 lekë, i bie 40 milion lekë për shpërndan më pak. Çka ka ndodhur pastaj pjesa tjetër? Çka ka ndodhur? Në një familje o ka ndodhur mos përfitojnë të dy pensionistët, burri ose gruaja, ose ka ndodhur të përfitojë njëri, mos përfitojë tjetri. Paska nuk ka një politikë të saktë, që edhe pensionistët të shpresojnë në ke qeveria. Siç e bërë Kosova, njëti 20%. Një 20%. Edhe qeverit që do vinë. Që do të thonë politika pensionore do ngrihet kaq. Me që jemi të kjo pikë, zoti Goci, çfarë do doje ti të ndryshonte konkretisht, jo vetëm të ligji që keni dërguar në kushtetuese, po në qasjen se si trajtohen pensionistët në Shqipëri. Ju përmendët termin bonus, pa i fiton zgjedhjet me këtë term, domethënë. Po ta shikosh se i ble votën rëndom. Pa dashtym politike, se mosha, status që kemi sot nuk më të janë abuzime në fakt. Janë abuzime bonus. Unë para një 2-3 javë lexova te një portal që shteti ka nga kursimet ka akumuluar një fond 167 milion euro nga kursimet e kujtme. Çfarë bone? Nga i mojtë se të në terma që godasin po qeveria, po nuk ka faje shkreta, po kursen, vetëm për të menuar për ne pensionistët. Ama neve s'na jep gjë. Okej. Ama neve nuk na jep. Unë nuk mund të them sa çfarë. Ne duam që qeveria të thotë konkretisht. Në vitin 2026 iku ky bonus, se mbaroi ky vit, në vitin 2027 qeveria do ngjet pensionet 7%, 8%. Po tjetë qartë për gjithë. Pse mos përfitojnë nga ky bonus? Drejt për drejt, po them. Pse mos përfitosh nga ky bonus? Okej. Nuk e di, ke një mesazh të fundit, besoj se je zaurum 2-3 momente, unë do të kem prapë në studio, sepse ne do të ndjekim fatin e padisë në gjykatë kushtetuese dhe rrugtimin tuaj drejt sa do shpresoja Strasburgut në rast se. Jo për ego të shoqatës personale. Po,
Po jo, rregullon. unë ju provizoj publikisht. Janë me mira njerëz që dëmtohen nga ky fakt. Patjetër. Patjetër. Sot del 61 1961 në pension, sot tek 4 vite. Edhe po na përvoja po them, edhe po të që realizosh, nuk është një faturë e madhe, sepse për të përfituar një vit sigurim, një mashkull do të kishte 280 ditë pune, një femër 230. Por kishte raste për shembull një vit kishte 320 ditë pune, po një vit quhej. 280. Po ka njerëz që kanë pas edhe 40 ditë pune, që i bie një muaj po them. Ka njerëz që kanë pas edhe 6 muaj në një vit, 3 muaj. Nuk është një faturë shumë, kush e di shumë ajo që i takon pra. Ajo sa patjetër. Edhe kështu që nuk do isha për politika të qarta të pensionistëve. Zoti Goci, unë falenderoj shumë që ishe me mua sonte dhe ndatë këto minuta, besoj se kemi shërbyer opinionit publik, jo vetëm fashës që ju përfaqësoni, por sigurisht kjo është një apel për gjithë ata njerëz që e vrasin kohën kot. Urdhëroja ku është shembulli, ka shkuar në gjykatë kushtetuese për me godit këtë ligj antikushtetues. Kujdes. Faleminderit zoti Goci që ishe. Faleminderit juve. Nderuar miq, keni ndjekur pra emisionin Nga Kalaja, një emision të përjavshëm në televizionin Fox News. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30, po ashtu edhe gjatë fundjavës. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju lë takimin e radhës të mërkurën e ardhshme në orën 20:00. Deri atëherë, natë e mirë.